Siç u thash, prej ditësh ju keni dëgjuar për Murtajën të dhënte dhe mbi të gjitha alarmin që kanë ngritur autoritetet. E faktikisht për këtë do të flasim në minutat në vijim. Me mua në studio është gazetarja e Top Channel Rudina Muça, e cila ka ndjekur gjithë situatën. Faleminderit shumë Rudina për kohën. Ervin Resuli, presidenti i Urdhrit të Mjekut Veterinar. Faleminderit shumë. Kam në një lidhje direkte Dritan Palnikaj, sekretari i përgjithshëm Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural. Faleminderit shumë për kohën tuaj, zoti Palnikaj. Teksa Faleminderit juve për mundësitë. Përshëndes. Do të lutesha nëse mundesh me ndihmën e ndokujt atje t'ja uli pak zërin televizorit. Ndërsa do të vijojmë në studio fillimisht me Rudinën. Rudina më shpjego për çfarë bëhet fjalë. Atëherë, afërsisht 2 javë më parë në Shqipëri doli rasti i parë me murtajën e ruminantëve. Murtaja e ruminantëve është një infekcion tepër i rrezikshëm për baktinë e imët. Prek vetëm baktinë e imët dhe duhet të qetësojmë konsumatorin që nuk e prek njeriu dhe produkti është i sigurt. Pra, edhe nëse gabimisht konsumohet një produkt me origjinë shtazore nga kafshët e sëmura, njeriu nuk i ndodh asgjë njeriu. Asgjë. Pra, të heqim si fillim panikun, se gjithë kohës kemi mesazhe të tipit që a jemi të sigurt, çfarë po ham, po rrezikohemi. Murtaja e ruminantëve një vit më parë është shfaqur në Greqi si Dorela dhe u përhap brenda 2 muajve nga 13 rajone që ka Greqia në 11 rajone. Dhe numri i azhësimit të kafshëve ishte mbi 100.000 krerë, dhe ati mbërriti si pasojë e kontrabandës. Në Shqipëri, erdhi një vit më vonë, edhe këtu e kemi si pasojë e kontrabandës, le themi, edhe pse nuk kemi një qendrim zyrtar, pra nuk kemi një hetim që nga ka mbërritur murtaja, por mund të mbërri edhe nga ushqimi i gjës së gjallë i baktis, pra që vjen nga Rumania ose nga vendet e tjera që ne importojmë ushqime. Gjithsesi, vatrën e parë ne e patëm në Shkodër. Deri më tani janë asgjësuar afërsisht 1200 krerë dele dhe dhi, por ajo që mua më shqetëson më tepër, se masat parandaluese, pra Ministria e Bujqësisë bashkë me grupin veterinerët po e monitoron, ka marrë masa, ka mbyllur tregjet, po informon fermerët, ka ngritur qendrën kombëtare të krizës. Ajo që mua më shqetëson se ende ne nuk kemi se çfarë do bëhet me këta fermerë për pjesën e dëmshpërblimit, sepse këto bakti që azgjeson dhe preken nga murtaja, jo për fajt të fermerëve, deri më tani nuk dihet nëse do të dëmshpërblet apo jo. Dëmshpërblimi, edhe pse kjo është një sëmundje rrezikshme, duhet e jepet nëse ministri, në këtë rast zonja Anila Denaj, do t'i bëjë një kërkesë kryeministrisë dhe me urdhër më pas kjo sëmundje futet e lista e sëmundjeve të dëmshpërblyera, sepse duhet të them ka një impakt shumë të madh ekonomik. Aty ku shfaqet sëmundja, mortaliteti i tufës arrin deri në 90%. Pra duhet ta azhësohet më një herë. Në mënyrë sa më të thjeshtë është ideja që nëse janë me murtaj, dëmtojnë njëra tjetrën dhe duen eliminuar sepse mund ta përhapin dhe tek të tjera. Është shumë e frikshme për të përhapur, madje edhe në qoftë se unë shkoj në një fermë murtaj dhe më pas iki në fermën e një blegtori tjetër, unë e infektoj fermën. Aq e rrezikshme është si sëmundje. Prandaj, aty ku shfaqet murtaja, bëhet dhe eliminimi i gjës së gjallë. Çfarë është? Kemi të bëjmë me një sëmundje që kryesisht gjendet në rajonet afrikane dhe Azis. Është një sëmundje e cila në vitet e fundit ka gjetur hapësirë në teritorin e Bashkimit Evropian. Kryesisht Bullgaria, Rumania, së fundmi Greqia ka pas vatra dhe raste të raportuara me PPR apo murtajen e deleve dhe dhive. Në fakt nuk mund të shmange Shqipëria për arsye sepse ne blejmë apo kemi tregti me këto vendet, edhe nuk përjashtohet, Rudina tha nga kontrabanda, ndërsa unë nuk do të përjashtoja që edhe nëpërmjet doganave me letra të rregullt, sepse ndonjëherë ndodh që pavarësisht se janë shtetet Bashkimit Evropian, po Bullgaria dhe Rumania i dim shumë mirë standardet dhe nuk përjashtohet që na i kenë fshehur rastin në një formë apo në një tjetër, edhe të na kenë infektuar dhe të na ketë kontaminuar tufat e blegtorëve tanë. Së pari, së dyti për të qëndruar pak tek pjesa që përmendi Rudina, në fakt veç të shirë ja u fshehën, pra ti thua na e fshehën dhe na infektuan. Duhet kuptosh që 3 vendet e Bashkimit Evropian nëse deklarojnë që kanë prezencë të murtajes së ruminantëve të vegjël, pra të deleve dhe dhive, ato nuk kanë më të drejtë eksportojnë në Bashkimin Evropian, po dhe drejt Shqipërisë. Kështu që nuk përjashtohet mundësia që një nga këto shtetet në cilët ne kemi pas marrëdhënie tregtare mos të ketë deklaruar ndonjë vatër apo ndonjë tufë në cilën e më pas
edhe ne të jemi kontaminuar dhe të jemi në këtë situatë që jemi sot. Ajo që është më kryesorja, edhe për ta theksuar, sepse në fakt është e vërtetë ai thotë Rudina që konsumatori ose njerëzit e thjesht janë të ndjeshëm. Pra, kjo është një smundje që nuk i prek qytetarët. Edhe në rastin e abuzuesve ku ndokush mund të dërgojë në zinxhirin ushqimor mish të këtyre apo produkte dhe nën produkte. Ju më shpjegoni këtë pjesë, kur thoni na shehur dhe janë infektuar dhe të tjera pastaj në masë. Kush kishte interes dhe si kanë mbritur këtu? Atëherë, në rastet e para, sidomos në 7-8 vatrat e para, në pjesën dërmuese të hetimit epidemiologjik, ka rezultuar që ka pas kafshë të blera. Në Korç. Në tregun e gjithë e gjallë në Korç. Duke qenë se të gjitha personat kanë blerë në një pikë. Aty ka nisur nga Korça, Korça ka marrë nga Greqia. Dhe nuk përjashtohet, jo vetëm Greqia, sepse ne ne importojmë shumë nga Greqia dhe nga Rumania. Për arsye të festës Bariamit, mos të harrojmë që ne kemi pasur në 2 apo 3 muajt e fundit një, si thon, lëvizshmëri shumë të madhe, sidomos të imtave. Pra ne kemi importuar nga Rumania, ne kemi importuar nga Greqia, ne kemi importuar nga Bullgaria, dhe nuk mund të thuash specifikisht se kush, por që është një, sepse në linjë logjike asgjë nuk shpiket na hiçi. E sigurt që është një smundje e cila është importuar edhe normalisht është për blerë. Di që tregjet e gjësë gjallë tek ne shiten edhe kafshë pa matrikull. Matrikulli është një numër identifikimi kafshës, e cila çdo kafshë duhet të shitet me certifikatën shëndetësore, po e themi fjalë shumë të thjeshta, që në momentin që blihet kafsha, ja se kam një lidhje drejt te sekretarin e përgjithshëm të ministrisë, dhe ai ndoshta mund të na japi edhe ca shifra konkrete për dhe një përgjigje për këtë pyetjen tënde. Zoti Palnikaj, e para, a kemi ne një shifër zyrtare se sa dhënë të infektuara kemi aktualisht në vendin ton? Dhe e dyta, nëse mund të jepni një përgjigje kësaj që tha Rudina pastaj. Si mbërriti Murtaja deri tek ne? Përshëndetje gjithëve. Para faleminderit për mundësinë për të bërë këtë dalje publike dhe për të diskutuar mbi këtë çështje e cila prej më shumë se 3 javësh na ka shqetësuar shumë Ministrinë e Bujqësisë, por edhe gjitha institucionet që merren me këtë çështje. E para, nuk kemi fatmirësisht deri tani asnjë krerë dhënç, kryesisht janë të infektuara dhi. Nuk është në diferencë e madhe, por për shkak të tipologjisë baktive, duhet deri tani po flasim për dhit. Dhe është konstatuar rasti i parë në datën 4 për të korrigjuar, sepse ka ferma që janë infektuar me murtaje dhe dele. E ke në Shkodër. Gjithsesi, nëse sa për ta saktësuar, se nuk kemi vetëm dhi. Por është faqur të ditë sepse ditë se morën më shpejt. Ndjes se së ndoshta. Lëre, ta mbaroj përgjigjen. Jo, ideja është që pikërisht. Dëgjoj, kemi një disproporcion fakti që unë jam online dhe ju jeni aty, do t'ju lutesha që të respektojnë pak mundësinë. Jam i pamundur të eksakt. Atëherë, në lidhje me masat që janë marrë nga Ministria e Bujqësisë, së pari kemi të bëjmë me ngritjen e qendrës krizës, e cila për ne është një bashkim fuqishëm me Policinë e Shtetit dhe me Shërbimin Doganor, sepse qëllimi kryesor i luftimit të kësaj sëmundje tek të imtat është bllokimi i kufizimit dhe i lëvizjes. Kjo është e vetmja mënyrë se si mund të pengojmë përhapjen, dhe për këtë shkak ne kemi bërë që kemi rritur shumë kontrollet në zonat 3 dhe 10 kilometra ku ka patur vatra. Është e vërtet që rasti i parë është konstatuar në Shkodër dhe aty ka filluar edhe bllokimi fillestar. Më pas kemi ngritur qendrat në çdo vend ku ka patur raste të konstatuara me këtë smundje dhe janë bërë bllokimet sipas rrezeve 3 dhe 10 kilometra. Kemi forcuar shumë kufirin dhe për këtë duhet falenderojmë shërbimet doganore për shkak se ka patur tentativa që të futen edhe në mënyrë të paligjshme me automjete edhe në formë kontrabandimi të imta, dhe këto kryesisht janë bërë edhe publike në gjitha rastet. Policia e Shtetit dhe trupat tona të AKVMB-s dhe të AKU-s kanë bërë monitorime në akse rrugore, natyrisht në nyje kyçe, ku ka lidhje midis ndërqytetese dhe ka një kontroll të shtuar për tregjet e gjësë gjallë, veçanërisht për pjesën e të imtave,
për shkak se duhet ta themi gjatë gjithë kohës që mënyra e vetme se si hapet kjo për smundje është me anë sa në kontroll e kemi. Dhe për këtë shkak ne kemi tani në kontrolli ne kemi marrë gjitha masat që kjo të kufizohet lëvizja. Çfarë mase për shembull? Çfarë është bërë? Kufizojmë lëvizjen. Për shembull, janë të gjitha trupat tona veterinere në rrezet 3 deri në 10 kilometra po bëjnë kontrolle në çdo fermë, që të bëjnë kampionimet. Më pas kemi bllokuar tregjet e gjës së gjallë për të imtat. Janë të bllokuar, pra nuk lejohet sot që dikush të shkojë të shesi bagtit imta. Janë bllokuar hyrjet nga shtetet e tjera, qoftë nga Greqia, qoftë nga Maqedonia, Kosova apo Malizi, pra çdo lloj dhe gjithashtu kemi rritur prezencën e AKU-s veçanërisht në mbështetje të AKVMB-s dhe të punonjësve të saj. Ja, qëndro pak se e kam një përfaqësues nga AKVMB-ja. Të lutem, do vi përsërit e ti, zoti Palnikaj. Sulejman Kullolli është me ne në një lidhje direkte. Zoti Kullolli, ju përshëndes, shumë faleminderit për kohën tuaj. Shqiteserëm edhe atyre që na ndjekën, ndoshta nuk është se janë ekspert të gjithë tyre institucioneve dhe të tjerë me radhë, ju jeni pjesë e institucionit që monitoron gjithçka. Çfarë keni kuptuar nga monitorimi që keni bërë? Si e kemi situatën në Shqipëri? Atëherë përshëndetje. Në shfaqjen për herë të parë të smundjes në territorin e Republikës së Shqipërisë, në postrit të Shkodrës, deri më sot kemi gjithsej 10 vatra dhe 12 ferma të prerë. Sigurisht që ishte një smundje e re, e cila nuk ishte karakteristike për vendin tonë, por ashtu siç tha edhe zoti Ervin më parë, është një smundje që vjen nga Azia dhe Afrika dhe vitet e fundit është përfshirë edhe Europa. Kjo për shumë arsye, qoftë edhe për ndryshimet të kushteve klimatike që ndodhen në shkallë globale, sepse kjo smundje. Shkojmë te Shqipëria, ju lutem se e dëgjuam nga 3 veta të ndryshëm se çfarë është smundja. Më thoni si e kemi situatën në Shqipëri. Atëherë në rastin e parë të shfaqjes smundjes, siç u tha edhe nga zoti Palnikaj, u ngrit qendra kombëtare e krizës dhe u bë në funksion plani i kontingentës për luftimin dhe çrrënjosjen e kësaj smundje. Se gjitha vatrat që janë aktive janë të karantinuar në zonën 3-10 kilometra, ku trupat tona veterinare monitorojnë çdo ditë në terren të gjithë trupët, qoftë për shenjë klinike, qoftë. Por si erdhi Murtaja? Ja keni dalë ju të kuptoni se ku ka hyrë në fillim? Faktorët që mund të jetë futur smundje në Shqipëri janë të ndryshëm. Ashtu edhe siç u përmend, por Jo, më fal. Zoti Kullolli, unë kuptova që faktorët janë të ndryshëm, po unë dua të kuptoj, për shembull, ju që edhe monitoroni situatën, me ndihmën qoftë edhe të ministrisë, zoti Palnikaj tha që ka pasur kontakte me drejtorinë tuaj. A mund të më shpjegoni pak, a keni bërë ju ndonjë lloj hetimi të merrni vesh ku ka hyrë dhia apo delja parë infektuar që infektoi gjithë dynjan? Atëherë nga hetimet epidemiologjike që janë kryer, rezulton se gjithë vatrat janë shfaq, kanë vlerë kafshë në tregje. Dorëm tash, nuk kemi asnjë shpërfim nga vatrat që është infektuar në tufat përreth saj, por kemi vetëm shpërthime në skaje të ndryshme të territorit, që tregon që këto janë kafshë të futura në tufë nga blerjet informale në treg. Nga kontrabanda. Po pra, kontrabanda e kuptuam atë, blerjet informale. Nga Korça, nga ka dalë. Nga investigimet tonë, na del të kanalën nga Korça, nga Lushnja. Nga hetimi juaj pra është kuptuar që këtu hynë bakti kontraband. Kjo është ideja. Sigurisht që futen, kjo nuk është një gjë e re, sepse kjo vërtetua edhe me bashkëpunimin e doganës AKU dhe policisë shtetit, cilët në automjetet të vogla janë gjetur bakti, dhe këta u referon një në organet e drejtësisë. Sigurisht që edhe ne, në të gjitha rastet që kemi konkluduar që këto kafshë janë blerë jashtë kushteve ligjore, pa matrikullim, pa certifikat, pa identifikim të rregull, i kemi 3-4 raste që ne i kemi referuar në organet e drejtësisë.
Rudina, po, pyetje? Unë kam pyetje... Për zotin Palnikaj, po është të popullin. Shiko, si Dorela, unë thasha e që më shqetëson më tepër tani, unë e kam për zotin Dritan Palnikaj, duke qenë se është sekretari përgjithshëm i Ministrisë së Bujqësisë dhe ai ka rolin e politik bërësit dhe të menaxherit. Përse fermerët nuk është dhe një lajmë nëse do të dëmshpërblehen apo jo. Në Greqi, fermerët u dëmshpërblyen 200 euro për kokë, për krerë, por gjithashtu ju dha dhe ushqimin blektoral. Pra, çfarë do bëhet me këta fermerë, sepse për blektorin është një sezon shumë i rëndësishëm, si Dorela, për faktin sepse tani ato shesin të imtat, të vegjlit, pra kecat, qingjat, por edhe qumshtin. Dhe është i vitmi burim të ardhur. Është ndihmon për zëvendësimin e të tjerë me radhë. Do të thënë me çfarë do ushqehen këto familje tani? Ja, ta dëgjojmë zotin Palnikaj, po. A do i dëmshpërbleni? A keni bërë ju një kërkesë? Faleminderit. Të lutem të falenderoj shumë për pyetjen edhe për mundësinë. Ideja është që të sjellim në vëmendje faktin që ne jemi akoma në një situatë kur jemi në luftim të sëmundjes. Dhe ne jemi aktualisht edhe gjatë fundjavës ne kemi bërë kontrole të shtuara për bllokimin e rrugëve, për kufizimin e tregjeve, për marrjen e masave, pra ne jemi në fazën kur po luftojmë çrënjosjen e kësaj sëmundje. Akoma është shumë herët që ne të flasim për proceset e dëmshpërblimit apo për proceset e recovery time, asaj që do duhet për të marrë për të përmirësuar. Po hartoni ndonjë plan? Vetëm duhet bëj me dijen patjetër që po hartojmë një plan dhe mbi gjitha doja ta theksoja. Zoti Dritan, po ti pyesesh ata veterinar? Se çfarë përballen me fermerët? Ka nga ata fermerë që u thonë do vras veten, domethënë edhe qajnë para veterinerëve. Pra ata kanë një proces shumë të vështirë përveç faktit që bëjmë punën e tyre shumë të nderuar, unë për masat ju përgëzoj, prandaj them, kam përshtypjen se duhet të trajtojmë pak nga aspekti social-ekonomik. Ja ta dëgjojmë, po. Po, përfundoj. Po, patjetër. Të lutem, vetëm do kërkoja mos ndërprerje sepse unë jam më vjen edhe 10 sekonda pas jush, pra jam në disavantazh shumë të madh. Atëherë, ne gjithë këtë diskutim që ditën e parë që është konstatuar sëmundja, ne kemi njoftuar dhe përfaqësinë e Bashkimit Evropian dhe kemi qenë në kontakt të vazhdueshëm, ata kanë dërguar përfaqësuesit e tyre, kanë bërë një study visit dhe çdo hap që ne po marrim edhe në luftimin e sëmundjes, edhe në vijim, ne po e bëjmë me Bashkimin Evropian, me DG Santes, me Komisionin dhe me përfaqësuesit e tyre. Gjithashtu kemi patur komunikim dhe me FAO dhe madje vlen edhe të theksohet, edhe të përgëzohet, edhe zoti Resuli për mbështetjen e tij dhe përfaqësuesi grek, profesori I cili erdhi dhe bëri këtu një vizitë dhe na dha eksperiencën për shkak se Greqia e dim se patëm intervistë ekskluzive në Top Channel, po, e patëm ne. Ora shumë mirë, po vetëm ta mbaroj unë se Mbaroje. Problemi është që unë po them nuk po kundërshtoj, nuk po e kundërshtoj, unë përkundrazi ju komplimentova. Unë po them këtë gjë që në fazën në të cilën ne ndodhemi, ne jemi në kushtet e një lufte me një sëmundje bakteriale që përhapet me anë të kontaktit dhe apeli jonë masiv dhe madhor edhe me prefektët dhe me kryetarët e bashkive është që sa më pak kontakte, sa më pak të imta, informoni dhe fermerët që mos futin të imta në tufat e tyre. Në momentin dhe I gjithë ky proces po zhvillohet me një plan masash të mirë koordinuar dhe të bashkëpunim me strukturat e Bashkimit Evropian dhe çka është më rëndësishmja me një transparencë absolute publike. Ne gjitha urdhrat që marrim I afishojmë në kohë reale, edhe në 10 darkës, edhe në mëngjes, edhe kur ka mbledhje gjatë fundjavës, gjithçka bëhet në mënyrë që ne të kemi menaxhim të kësaj situate. Resuli ka një ndërhyrje. Kjo situatë do përmbyllet, pastaj do duhet bëjmë edhe një vlerësim se si do vijohet më tutje. Pa diskutim, jemi koshient që në këtë fazë që kjo çështje duhet trajtuar dhe vlerësuar. Për ta plotësuar në fakt pyetjen e Rudinës edhe për arsye edhe të komunikimit në distancë me zotin Palnikaj, do ketë dëmshpërblim. Për këtë fermerët jenë të qetë, edhe nëse edhe ta them unë, edhe nëse nuk do miratohet VKM-ja e dëmshpërblimeve, fermerët përsi kanë të garantuar marrjen e dëmshpërblimit nga baktitë e tyre, se për aq kohë sa shërbimi veterinar po kryen një, po them, azgjesim të kafshëve,
pra quhet ndërhyrje në pronën e tjetrit dhe ti po i merr, dhe për të gjitha rastet ka një proces verbal, të cilën e mban shërbimi veterinar. Unë mendoj që nuk ka hapësirë për panik dhe nuk ka dhe në këtë rast fermerët du t'jenë bashkëpunëtorë. Po informoj, nuk po përhapim panik. Pjesa që do të shpërbleda në të gjitha format, po të marrë rastin më ekstrem. Dakor, qëfar do bëhe familja në val atje, po ata veterinerët e tu, shko pyeti si që anta i fëmija, me qëfar do ushqehet a i zotria? Nëse sot ja ta thëmu me që do ushqehet, nëse sot zoti Palnikaj do thotë do të më shpërblej fermerët, është i detyruar të mos qoj me kafsh në vatër deri sa Shqipëria të pastrohet, deri në kafshën e fundit nga PPR-ja. Sepse nuk mund të qosh kafsh të gjalla, apo të blesh, sepse format në shpërblimit, ne në Shqipëri kemi pas dy forma, pra me para dhe me kafsh. Ose me gjithë gjallë, po. Që ka ndodhur te... Ajo tufa e Beratit, apo e Dibrës, apo e Shkodrës, apo është eliminuar, dhe konsiderohet deri diku vatër, zona është monitorim. Ne jemi akoma në rritje të prevalencës, pra në shtim të rasteve, dhe ne nuk mundet të fusim kafsh të reja nga jashtë. Pra duhet kaloj një periudhë, po thëmi minimalisht 6 mujore, nga rasti i fundit, që më pas ne pastaj të sjellim kafsh të reja në zonë, apo të lejojmë fermerin i cili të blej kafsh të reja. Po këto 6 muaj çfarë do bëjmë? Atëherë, do të kuptoni një gjë, çfarë bët ju një vit kur ishit në Covid? Çfarë vëm punuar? Po pra, po ja, në këtë situatë, nuk është çështje se zgjidhje, absolutisht, nga halli jemi dhe tani. Unë jam i sigur që asnjë urdhër dhe asnjë vendim qëndron sepse ne gjendemi në një situatë, një pandemi që përfshiu një botë të tërë me 10 raste që ti ke tani murtaj, ja do bëjmë, unë uroj që mos bëhen më, mos kemi më asnjë vatër, ja do bëjmë 50 raste, na bë ke paralelizëm me pandeminë botërore. Unë nuk pranoj të debatoj teknikisht me ju. Tashi, po që për të pjesa teknike ma lër mua, dhe po të thëmë, momentalisht, kurba... Fermeri që po në ndjek tani nga televizori... Po pra, fermeri duhet bëj një gjë, mos shesi dhe mos blej në një periudhë deri një urdhër 2 ministrisë bujqësisë. Një sekundë, se do haj fermeri, një sekundë. Pra, mos shesi dhe mos blej së pari. Së dyti, e dini ju që fermeri nëse lëviz kafshët kontaminon tufën dhe tufa do ingorth? Pra, së pari nërë të sigurojemi që nuk kemi më raste. Dhe së dyti të bëjmë llogarit të gjitha kafshët që dalin pozitive, ka analizë laboratorike, ka proces verbal nga veterinerët, janë një stër dokumenta që cilat dokumentohet. Dhe unë po ta them me bindje të plot, sikur të marrim rastin ekstrem, e zëm, ministria nuk do të dëmë shpërblej, apo qeveria nuk do të nxjerrë atë VKM-n e famshme, të gjithë kanë të drejtë nëpërmjet gjykatës dhe i marrin jo paret e kafshëve, po dhe gjithë ditët minus. Edhe një herë, sot, e dini ju kur ka dëmë shpërblyer Greqia? Një vit mbas ngordhjes parë. Këto bëhen dhe filmat. Po pra, jo absolutisht, kam VKM-n. Më thuaj. Kush mban përgjegjësi për bagdet që kanë hyrë kontrabandë? Edhe një herë, nuk është vërtetuar që është kontrabanda. Sa na e thamë? Edhe një herë, nuk është vërtetuar që nuk ka hetim epidemiologjik përfundimtar sot që po flasim. Dhe unë të thash pak më parë... Sa po na e konfirmoj më herët... Atëre, janë në tavolin të gjitha pistat, pra mund këtë hyrë kontraband, po unë po të thëmë që Rumania, sot që ne flasim, është bllokuar nga Bashkimi Evropian për mos raportimet korrekte. Çka do të thotë, ne në 2 muajt e fundit kemi bler me 10 kamion shelek për Bariam nga... Prap nuk e thëmë dot, prap është supozim, nuk mundet të bëj unë akuzë për një shtetë Bashkimit Evropian, por po thëmë... Makinat të fundit me Atëherë, në këtë rast na del që si jemi kontraband. Jemi pra kafshë të ngarkuara në shtetë Bashkimit Evropian me dokumenta, të importuar në një tregti normale në Shqipëri dhe kemi dyshime që ka rrjedhur në kësaj. Çështjet janë edhe në prokurori dhe deri më sot unë nuk di të ketë ndonjë hetim përfundimtar. Pra janë në proces. Hetimi do kohën e vet. Pra ne sot po hedhim alternativa ose po supozojmë. Kullollin, çfarë faze jemi? Unë duhet të shpjegoj që futjet e smundjeve, si që është edhe smundja e PPR-s, ose e mortajës ruminantëve të vdekin, ka shumë faktorë që ndikojnë. Një ndër ta është edhe futja e paniqme e kafshëve në territor. Sigurisht janë marrë gjitha masat, sidomos në këtë periudhë, në bashkëpunim me autoritetet tjera, si policinë e shtetit, doganat, ashtu që gjithë mjetet që futen në doganë, qoftë ato që futen me dokumenta i kalojnë një kontrollit të rreth,
po ashtu edhe automjetet e tjera dhe tjake që shtetet së ndryshëm kalojnë në Republikën e Shqipërisë. Ndërkohë, këto masas, si që ndodhin në pikat doganore, ndodhin edhe në gjithë teritorin e Shqipërisë, qoftë në akse rrugore, qoftë në traktore, qoftë edhe në tregje, që mos kemi lëvizje. Se si që tha, shkaku kryesor i prapit saj sëmundje është kontakti direkt i kafshëve. Lidhur me futjen e sëmundjes për herë të parë në Shqipëri. Faktorët tash janë të ndryshëm. Por rastet që ne kemi zbuluar duke bërë një farë gjurmëshmërie deri aty ku arrin shërbimi veterinar, ne i kemi depozituar në organet ligjzbatuese dhe presim një përfundim për këtë gjë. Por ajo që unë duhet të theksoj shumë është ndërgjegjësimi i gjithë fermerëve që mbashtrojnë kafshë të imta dhënë dhe dhi. Sepse pa bashkëpunimin e tyre, pa zbatimin e rigoroz të planit kontingjencës, urdhër për ndalimin e shitjes, vlerjes, lëvizjes së kafshëve në ferma, në tregje, qoftë edhe për shtikim, qoftë se nuk zbatohen këto, atëherë ato bën vetë faktor për prapin e sëmundjes. Ja, se kam një ndërhyrje nga Rudina në studio. Bëre mirë që edhe këshillën për fermerët. Mund të bëjmë. Do ta japun fjalën direkt. Zoti Sulejman, a ka një rregull që kafshët e importit që hyjnë në Shqipëri për tregti duhet të qëndrojnë në karantinë 21 ditë dhe a respektohet kjo karantinë? Po sepse mund jenë dhe theri 72 ore. Nuk janë vetëm. Unë sa po përmenda që faktorët e futjes sëmundjeve janë më tepër ata që nuk janë të fokusuar në bazë ligjit, pra ato që vini në shtohen karantinës e tjera, janë më pak, ka më pak mundësi për prapje, si që thatu në studia në Gërvini, që ne e fusim edhe tere për 72 orë, jo vetëm për mbashtrim, është një zinxhir. Dakor, ta dëgjoj zoti Palnikaj se dështë të bënde një ndërhyrje. Po, jemi drejt fundit, zoti Palnikaj, për ta mbyllur. Po, të lutem, për ta mbyllur dhe ideja është që spari do doja të kisha një koment në lidhje me diskutimet që u zhvilluan aty, për shkak se është shumë e rëndësishme ta evidentojmë dhe ta themi që për shkak të audiencës shumë të lartë që ka edhe televizionit juaj, edhe orari, edhe ndjekshmëria, edhe sensitiviteti i çështjes, duhet jemi shumë kujdesshëm kur bëjmë deklarata dhe deklarime në mënyrë që të kuptojmë konotacionin që ato mund të marrim. Po e them këtë fakt për shkak se ne në këto momente qëllimin kryesor e kemi mos përhapjen e sëmundjes, luftimin e virusit dhe zbatimin e protokolleve dhe masave për ta luftuar dhe për ta shërnjosur. Pastaj në momentin që kjo realizohet, sigurisht që është qeveria shqiptare, është Ministria e Bujqësisë, janë AKVMB-ja dhe i gjithë kjo trupa që bën edhe vlerësimin e dëmit, edhe vlerësimin ekonomik, edhe vlerësimin social, edhe impaktin e mundshëm, edhe mënyrën e zgjidhjes, edhe se me çfarë hapash do merren. Dhe këto nuk mund të bëhen as nga studio, as me emocione për të çfarë do lloji të jenë ato. Prandaj do t'ju lutesha që të kemi kujdes, sepse arsyeja dhe pse prezenca ime sot këtu dhe e zotit Kullolli dhe në gjitha daljet tona publike, qëllimi është që të respektohen masat, të ketë sensibilizim. Pra thirrja duhet të jetë që ju lutem mos lëvizni kafshët, ju lutem respektoni protokollet, ju lutem informoni sapo konstatohet një rast në sëmundje fermerëve, ju lutem ndiqni hapat që këshillohen nga veterinerët. Këto janë këshillat që janë eficiente dhe që do të na ndihmonin edhe ne dhe do të ndihmonin edhe fermerët. Ashtu si që do të tha dhe shumë mirë që do të kemi dhe një zgjidhje për dëm shpërblimin. Bëm dhe shumë mirë që e tham këtë besoj, për te emocioneve. Do ketë, ideja është që ne jemi në fazën e luftës për mos përhapje. Ky është mesazhi që ne kemi sot. Do me thonë, qëllimi jonë kryesor është që të kemi këtë blokimin e kufizimit të lëvizjes së të imtave. Kjo është gjë mirë, tani. Duhet të theksoj edhe një element. Shkurt, theksoj edhe atë elementin e fundit, se jemi drejt fundit. Jo, elementi i fundit është që përveç pjesës së AKVMB-s, edhe AKU-ja ka marrë detyrat e saja dhe ka hartuar një plan të mirë detajuar që dhe të mbikëqyri thertoret dhe të mbikëqyri tregjet e mishit, pasi nuk rezulton në asnjë rast që këto dhi ose këto timta
të përfundojnë në thertore. Pavarësisht faktit që nga ana klinike veterinare nuk është të shkaktojnë gjë, të kuptova. Jo, është gjë e mirë gjithsesi që për siguri nuk shkojnë. Kemi thënë edicionin lajmeve këtë që ku shkojnë. Qëllimi ynë duke qenë çrrenjosja është edhe kjo një detyrë shtesë që e ka marrë AKU-ja dhe po e ndjek si pas një plani. Palnikaj Kulolli, faleminderit shumë që ishit me mua dhe që ndatë opinionin tuaj dhe mbi të gjitha një këshill për të gjithë fermerët. Ju falenderoj shumë për kohën. Rodina, shumë faleminderit. Resuli do e mbyll me ty. Një mesazh për fermerët ke se i dole dhe garant do i merr. Po. Të kenë kujdes dhe të mos përzin tufat, mos shkojnë në pazare. Ku shkojnë këto kafshët e azjesuar? Po, azjesohen se pas procedurave dhe marrëveshjeve që ka AGMB-ja, ato azjesohen. Nuk duhet të hyj procedurës tani se nuk e kam parasysh kontratën. Jo, absolutisht. Pra, shiko, duhet kuptojmë që eliminimi kafshëve ndodh në prezencë të veterinerëve, lëvizja e kadavrave ndodh në prezencë të veterinerëve dhe normalisht ka ca parametra për të thërur një kafshë. Ne i bëjmë përpunim. Vetëm një mesazh të fundit kam, vetëm për blektorët. Janë ata në vijën e parë të frontit cilët duhet të raportojnë të parët smundjen. Së pari mos përzihen tufat e tyre, së dyti mos kenë tendencë të shkëmbejnë deshët apo kafshë njëri me tjetri. Dhe së treti mos shesin dhe mos blejnë. Okej. E mbyllim me këtë Rudinës. Faleminderit shumë të dyve për kohën edhe prezencën tuaj në studio. Mirë, bashkë do ndajemi këtu, ju pas pak do të jeni me edicionin informativ në Top Channel, teksa së bashku do të jemi sërish nesër në të njëjtën orë në Shqipëria Live. Kalofshi mirë.